Shtylla e shkullur me rënjë e veshja plastike e derës së veturës janë shenja të përplasjes. Në këtë vend në Smrekonicë të Vushtrisë, rreth orës 2:40 të mëngjesit, dy shok derisa po ktheheshin në shtëpitë e tyre në Mitrovicë, pësuan rënd. Vozitësi Qëndrim Gjemali dhe pasagjeri Rinar Zënjullahu dyshohet se me makinë goditën mbrojtësit e rrugës ku mbetën të vdekur. Nga vendngjarja ku ndodhi aksidenti shihet që shpejtësia e veturës ka dëmtuar barrierën mbrojtëse të anësorëve të rrugës, ku si pasojë shtyllat metalike kanë përfunduar në trotuar dhe livadh. Zhurma aktive të aksidenti zgjoi edhe banorët të zonës, që pan pak nga ngjarja. Unë vetë një më konë në ratë në gjysë të rekum nije, kur i kom po dritat për jashtë. Di që i kom po policin, ka bojnë dritat, ashtë që ka mujtë me ndodhë aty. Ekipet mjekësore të Vushtrisë, pavarësisht mjekimit të plagëve, nuk arritën të shpëtojnë viktimat, 22 e 24 vjeç, derisa prokuroria ende nuk ka zbardhur arsyeën që çoi deri te ky aksident. Trupat e viktimave u dërguan për obduksion në IML dhe pas autopsisë njëri prej tyre është varrosur. Një njës i komunikacionit thot se në bazë të provave që kanë mbetur në rrugë, shkaku kryesor është shpejtësia e makinës. Pajit elastike nuk mund të deformohen nëse mënyre për pakon shpejtësia bile minimum 180. Të vetë aksidentet janë disa faktorë, kur personi është në ndikim të drogës, alkoolit, po është edhe lodhja e shkakton, shpejtësia madhe lëvizjes siç e tham, po edhe rastet kur njeriu nuk është gjithmonë i përqendruar. Për këtë vit, 61 persona vdeqën si pasojë aksidenteve, e për këtë arsye Ameti rekomandon vendosjen e kamerave. Kosova urgjent do të mbështejë sistemin kamerë, mos më regjistru më kontrollat teknike pa kamerë para dhe mbrapa, se s'po nalen aksidentet. Prej viktimave që humbën jetën, si vjet rreth 30 kanë qenë shofer, ndërsa të tjerët pasagerë dhe këmbësor.